Rahu do të ndodhi pra me hënën në shenjën e ujorit në një nakshatra në astrologjin vedike që quhet Shatabisha. Dhe është kjo nakshatra përfaqëson shërimet, quhet ndryshe 100 shëruesit apo 100 mjekët, sekretet, izolimi, trazira emocionale, sepse kjo është një eklips. Për mirë apo për keq, le ta zbulojmë për të gjitha shenjat. Ata që janë ascendent dashi, ato që do të ndikojnë më tepër tek dashët, ndryshon rrethi shoqëror, mënyra se si fitojnë parat, mund vinë dhe ide më të mira, disa miq mund të largohen, por hapen mundësi shumë të mira dhe të reja financiare. Për demat, kthes në karrierë, në punë apo në biznes, mund të merrni rezultate të viteve punë ndoshta, por shmangni vendimet profesionale impulsive në 28 gusht. Madje 2 ditë para dhe 2 ditë mbrapa. Binjakët, ky eklips mund sjellë qartësi dhe ngritje shpirtërore. Bëni pjesë në meditimi Lotus Ocean, zhvilloni veten duke mësuar mantrat dhe të evoluoni, të zbulosh çfarë do thotë evoluimi i shpirtit. Gaforia mund të sjellë transformime shumë të thella, zbulime sekretesh, ndryshime në financat, kujdes mos shpenzoni shumë atë ditë, por edhe fitime nga të tjerët, trashëgimi ndoshta. Luani, vendosen marrëdhëniet tuaja në provë. Një lidhje mund të thellohet ose mund të ketë ndarje, duhet keni kujdes. Beqarëve mund të hapen mundësi. Virgjëresha sjell ndryshime dhe shërim mund të sjellin në shëndet, pra shumë e mirë. Rutina dhe puna do të preken, mund të zgjidhen probleme të vjetra dhe mund të shfaqen mundësi të reja profesionale në punët ditore që bëni për ditë. Peshorja aktivizon dashurinë, krijimtarinë dhe fëmijët, mund të sjellë romancë ose shërim të një marrëdhënie, shmangni investimet e nëncituara. Akrepi sjell ndryshime më tepër në banesë, në prona. Mund të mbyllet një çështje familjare dhe të fillojë një fazë më e qëndrueshme. Shigjetari, mënyra se si ju komunikoni dhe të shprehurit tuaj duhet ketë shumë kujdes të datën 28 gusht. Mundësi në shkrim, media, muzikë, përdorni muzikën për qetësim, do të konsideroja muzikën Lotus Ocean. Britsjapi sjell riorganizim financiar, ndryshim në të ardhurat dhe çështje familjare. Fjala dhe zëri juaj ka shumë rëndësi, unë ju këshilloj të përsërisni mantrat që mësojmë tek meditimi Lotus Ocean. Ujori sjell transformim të fuqishëm personal, sepse eklipsi do të ndodhi në ujor. Mund të pamja juaj ose drejtimi i jetës, kujdesuni për emocionet dhe shëndetin tuaj. Peshqit mund të sjell mbylljen e një cikli, nxjerrje sekretesh dhe punë më të thellë, pra me nën vetëdijen. Meditimin patjetër ju a këshilloj. Mirë se vini tek meditimi Lotus Ocean. Kaloni një eklips të bukur.